sa shumë e dojnë venin. Ta janë disa milionerë që interes parsore kanë rujtje në pasurisë tyre, pozita tyre mrena subjektev, edhe nuk e kam fort problem jetën e qytetarit. Kur e ke po një deputet ose një zyrtar të partive opozitare tash, me një shport që shkon me një market edhe e shet të ble të e matë 1 kilogram domate, nuk e shet. As ki me po. Që të problemi. Për dallim, prej deputetve të lëvizjeve të vendosje, cilët i shenë gjelltore, i shenë qebaptore, i shenë kusht qytetari. Unë s'po thëm që këta jenë matë mire dhe nuk hojnë për restoranat shtrejt. Po. Por, jenë aty kusht qytetari. I shisha brem fushot, deputetë opozitës për i thëshin edhe votën me lyp. Se jenë mësumi marë votat blanko që ashtu pa fushot, pa e nalë një shtetarë në rrugë. E shisha, për shemull, kandidatin për kryeministër, zotin Hamza, i thej ka ati Ferizaj, votën e bashkën ta keni pikën e qefit. Po, bashkën ta keni pikën e qefit, po qëre ti merë 51%. Që kjo është pika e qefit? Pra nuk bëhet fushota veç një muj dit, ose 2 java sa i kam pasko. Po. Dhëtë me kam 4 vjet nga të shtetarit, nuk më nështë i 4 vjet luks me bo, edhe për 2 javë dit, me thonë, ama vote zonë të anrejq jetën, ju ti anrejq veç vetit. Nuk mund është me anrejq pej nues atje, ose pej ati në farë restoranit tash që kam bo nalt atje me gjama, nuk mund është me anrejq jetën këtyne poshtë. Nuk mund është me anrejq jetën kur t'i hupë zjedhe ti me shkum përshim Dubai. Se qëta po që ki po nuk ka bash budol. Nëse e kanë hongër dejtash për budol, qëta që kanë përgjigjen e sakt, edhe e kanë një pasqyre të qartë që do të me pas ndryshim. Pse është Arjan Tahiri njeri dytë ma i votu më PDK? Pse është Tërparim Gruda? Pse është Janina Imeri, Hikmete Bajrami? Pra që ky popull po lyp figura të reja mrena subjekte politike edhe cilët nuk e kanë bishtin e nëzanën me derë. Pse opozita kur nuk e kritikoj zotin Kurti për dialog me Serbin? Se para dë ditën a dulë fotografia, unë nuk po du me gjiku lëvizjeve të vendosje. Okej, këta në shku kanë negociu, po qka lyp Bernard Nikaj atë, qka lyp Ardian Gjini, qka lyp Lutfi Haziri. Se na shesin patriotizm, pja përmenim i Mozes Radojqiqin. Po ku t'ja përmensh asoj ti dush me ka një pasht, e jo me shku mu zgërdhija atje, më një o dit mas Sulmin në Bonjsk, Bernard Nikaj, Lutfia, edhe Ardian Gjini zgërdhijen bashkë me Serbatë. S'ki kredibilitet. Pra ndaj i hup edhe bjen 13 dhe jo 13, po kanë me ra edhe ma poshtë nëse vazhdojnë me që trenë qështu. Po.